Sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Flamur Noka ka zhvilluar një takim në Elbasan nga ku është shprehur se SBA-ja është me kreun e PD-s Sali Berisha. Noka ka deklaruar se Rama qëndroi në pushtet prej 12 vitesh pasi kishte bekimin e Sorosit, Blinkenit apo Yuri Kim, që sipas Nokës bekonin çdo patërdi që u bëhej shqiptarëve. Pse Edi Rama qëndroi 12 vjet në pushtet? Dhe u krijua ideja që ky nuk mundet. Aty a them unë pse? Sepse kishte bekim nga Soros, George Soros, Blinkeni, Yuri Kim, bekonin çdo gjë, çdo patërdi që bënte shqiptarëve Edi Rama. Sipas sekretarit të Partisë Demokratike, Rama nuk mund të rrëmbejë më votën dhe as ta blejë atë, sepse nuk do t'i vi kurrë më bekimi nga Amerika. Edi Rama nuk mundet më as të rrëmbejë votën, as ta presionojë atë, dhe nuk do të mundet as ta blejë më atë. Pse? Sepse nuk do t'i vi kurrë bekim më nga Amerika, po do t'i vi mallkim. Ai e ndjen këtë gjë, prandaj keni parë të sillet si kali në përlëm, i dëshpëruar. Ndër të tjera, Noka theksoi se rrota historisë ka ndryshuar, duke premtuar një qeverisje më të mirë me demokratët në pushtet, teksa kërkoi votën e qytetarëve.